Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, sot do të flasim për një temë që jo që si keni ndëgju, por vetëm qojmë det në lidhje me këtë çështje, lakmia, kur secili njeri është mirë që të largohet nga lakmia, sepse është problem me qenë lakmitar. Njeriu që lakmon nuk ngopet, nuk kënaqet, dhe ai që është lakmitar secilën herë vrapon pas pasurisë, vrapon pas pozitës, vrapon pas epsheve dhe të mirave të kësaj dynjaje. Pa u kënaqur asnjëherë me të mirat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Zoti I ka dhënë shëndet ai diçka më shumë kërkon. Zoti I ka dhënë të mira, ai lakmon të mirat e dikujt tjetër kështu më radh. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Zuyina lin-nasi hubbu shahawat." Njerëzve u ka zbukuruar Zoti të mirat në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala të mirat I ka kriju në këtë botë. Mirë po ka të mirat të lloj-llojshme. Njëra prej të mirave është kur Zoti të jep bashkëshorte, kur Zoti të jep fëmijë. Mirë po pastaj të jep pasuri dhe grumbullon pasurinë. Qoftë ari, qoftë argjend, dikush këtu e ka përmendur Zoti për ata njerëzit që mirën me kuaj, kanë dëshirë të mirën me atë, ose në këtë kohë tash, njerëzit që mirën me vetura të bukura, një e shet, një e blen, nuk e kënaqur me këtë, don më të mire, më të mire, më të mire. Thot dhalike metaul hayatid dunya. Këto janë kënaqësitë kësaj bote. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allahu subhanahu wa taala është ardhmja më e mirë. Domethënë gjithçka që përmendëm, qoftë pasuria, qoftë martesa, qoftë djali, vajza, ari dhe argjendi, krejt këta janë zbukurim I kësaj bote. Me një aspekt o mirë mi pas, në aspektin tjetër o gajle. Dhe është edhe detyrë. Tash, dikush ka fëmijë, dikujt Allahu nuk I ka dhënë. Inshallah Allahu të gjithëve jep edhe kënaqen këtë botë, edhe siri tyle kënaqet me fëmijët që Zoti I jep ose nuk jep. Dikush ka shumë pasuri, e dikush o I mesëm, e dikush hiq. Mirë po ata që kanë shumë, kanë gajle ma shumë, kanë probleme ma shumë. Dhe më gjithë shka që e ke apo nuk e ke, o vetëm qef edhe stolisje për këtë botë, edhe është krasi për këtë botë. E këta të mirat që Zoti mundet me na dhënë këtë botë, do t'jenë për ne, ose kundër nesh në botën ardhshme. Fëmijët e edukuar janë për ne në botën ardhshme, pro nesh. Fëmijët e pa edukuar do t'jenë kundër nesh në botën ardhshme. Pasurinë që kemi fitu halal dhe kemi harxhu halal, do t'na ndihmon në botën ardhshme. Ama pasurinë që kemi fitu haram edhe kemi harxhu haram, do t'jetë kundër nesh në botën ardhshme. Të dashur vëllezër, mirë po njeriu si njeri është lakmitar. O lakmon. E ka një vetur të mirë, kur ta shef atë shokun e vet, një vetur më të mirë. Do kish pas qef edhe ki taket. Kështu njeri. Mirë po është mirë mu largu nga kjo smundje. Nuk mundesh me jetu me të mirat e dikujt tjetër.
Diçka është me ndru, e diçka është me e pas. Njeriu duhet me qenë i kënaqur me atë që Zoti të ka dhënë. Po dikush qahet thot, vallahi edhe unë u lodha duke punu. Është të vërtetë. Nuk ka ditë që nuk del me punu. Edhe kushtet ndoshta nuk i ka të mira. Ama unë po e këshilloj atë dhe vetëm. Pasi që punon dhe lodhësh dhe gjerësitësh, edhe atë që e fiton o halal, o knaqë me atë se Allah e din mësë miri se që ka shkujt për ti dhe për mu. E kjo botë të ndeshën vëzër ashtu është. Dikush i ka knaqësit më të mbaja në këtë botë, dikush i ka më të vogë. Dikush i ka mundësit më të mira, e dikush hek. Nuk mundet me arrit muajt me danë në fund. Mirë po kjo është bota, që ka të mira, ka të liga, ka gëzime, ka dëshprime, e kështu më radhë. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, kella bel tuhibbuna al-ajile. Jo, por thotë ju e doni të shpejtën, dunjan, wa të dharun e l'akhire, edhe haroni akhiretin dhe ditën e gjykimit. Do më thonë, gjithë shka mundohemi në këtë botë, disi të kalojme të knaqemi. Arëm që ka dhe një botë tjetër e përhershme. Tash nëse mendon dikush që fukarat e kësaj bote s'kanë më knaqë në botën arshme, gabim e ka. Sepse nuk është gjithë shka kjo botë. Dikush e vërtet knaqet në këtë botë, se Zoti e ka mundësu, mirë po mos harroni edhe botën arshme. Kjo vlen për ata që janë të pamundshëm, edhe nuk lakmojnë, nuk jetë sirin pasurinë e dikujt tjetër. Pasha Allahun nuk ju harron ditën e gjykimit. Sepse në xhennet do të jenë të mirat që nuk mundet njeriu me i paramendu. As me i imagjinu. Gjithë shka që mundesh me mendu, se si mundet me qenë ajo e mira në xhennet, ka me qenë me miliarde herë më e mirë se ti dhe unë që kemi pas mundësi me mendu. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me qenë se biri Ademit alayhis salam, në këtë rast ne jemi, të gjithë njerëzit janë bita Ademit alayhis salam, do t'i kishte dy lugina me pasuri, me ari, shumë pasuri. Thot do t'a kërkonte të tretën. Dhe barkun e tij thot nuk e mbush asgjë tjetër përpose dheut. Ka njerëz në botë që nuk frihen. I ka 1 miliard, i do 2 miliard. I ka 1 milion, i do 2 milion. I ka një shtëpi, i do 2. Nuk knaqet. Se nëri duket pak, do më shumë e më shumë. Merri për shembull pasanikët më të vëj. Po i lexojmë tash për ditë rrjetet sociale. 200 miliard, 400 miliard, 300 miliard. O pasallon me adhona të parë, ndonaj si shefa të parë, veç numra. Nuk mundet me një. S'ka kohë. Vdese jetë pa një. Shumë parë. E çka hanë më shumë se ne? Çka mundet me pija më shumë se ne? Bilaj ma pak se ne frejnë. Se gajle ka më shumë. Mirë po Allah subhanahu wa taala kështu e ka rregullu këtë botë. Dikush ma shumë, dikush ma pak. Por duhet me qenë të kënaqur me atë që e kemi. E jo me paramendu se filoni pas ka unë e jo. Edhe pastaj me fillu me lakmu. Se në momentin që njeriu lakmon pasurinë e huaj, në të mirat e dikujt tjetër, ka mundësi që pa dashje me marrë dhe mësish. Edhe pastaj pa dashje me ja bon një të keqe, pa e ditë se ka ndodhur. Të ndërshëm vëllezër, kështu e njeriu. 2 lugina me ari, një kodër me adhon me ari, e kërkon kodrën e ditë.
Çka e rrafshon njeriu, çka e qetëson, çka e stabilizon, veç vdekja. Por çka thot në fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot veç barku kur ti mbushet me dhej. Atëherë rahatohet. As pasuria nuk intereson, as gjë nuk intereson në kësaj bote. Përpos se të mirat ose të ligat që i ka dhënë në botë. Ma ato kom i shku të Allah subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhu i devotshëm asket në këtë botë, Allahu ka me dasht. Nëse bëhesh i devotshëm në këtë botë, Allahu ka me dasht. Po në qoftë se nuk lakmon në pasurinë e dikujt, të mirat e dikujt që i kanë njerëzit, edhe njerëzit kanë me dasht. Do me thonë, në qoftë se jemi të devotshëm, Zoti na don. Ama në qoftë se nuk lakmojnë të mirat e njerëzve, pasha Allahun edhe njerëzit kanë me na dasht. A ka njerëz që lakmojnë? Ka njerëz. A duhet? Nuk duhet. Nuk duhet. Se selën herë, ka kështu pyetje, e përmenda ma herët, apo edhe ne punojmë, pse dikush ma shumë, pse Zoti ati ka dhënë ma shumë mua pak. Zoti na ka kriju të shumë, përgjigja është e thjeshtë. Zoti na ka kriju dhe e din se çka mundemi me bëne. Për shembull, unë këtë gjendje që e kam, me dhon, dëni dinar ma shumë, bon vaki, e lo, me xhamie, me këtë. Jo, këmë bo pare, që kam i shku mu malë me xhamatën. Mu lodh, jo kjo, ban, kjo, s'ban, kjo. Ose dikush tjetër. Si shembull, Zoti e din më së miri për ne. Por atë shkak duhet me qenë knaqur ma që e kemi. Shembull, 10.000 euro, hoxha, prej këtë muj 10.000 euro në mujt. I thamë faleminderit, xhamatit dhe më bëni Allah, dhe unë e ma. Veç ka me hejtë, ka mu shëtit. 10.000 euro, ku mi argju? Bile letë që si a dina rejnë, s'dina dhe si mi hargju. Por atë shkak Zoti e din më së miri për ju dhe për mu. Sa ne punën e bëjmë, ama dikush ka ma shumë, dikush ka ma pak. Du të me qenë të knaqër ma që e kemi dhe mos me lakmu në atë që është e huaj. Thot Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, lakmia që mundemi me pas për sendet e huaja është varfëri, është varfëri e përhershme. Për shembull, lakmon një vetur Zotit e etnja. Ti të tash e ki varfëria, të ke smundje. Lakmon një shpi, që edhe një shpi, lakmon... Më thonë, kur të mbushet siri? Asë njëherë. Pse onë smundje, o problem. Ai që nuk lakmon, ai knaqet ma që e ka sa do që është pak. Hasan al-Basriu, rahimuhullah, thot, kush e lakmon dunjan, ai është rob i dunjas. E kush e le dunjan, ajo i shërben ati në ditën e gjykimit. Jo me lanë dunjan mu largo, pa mos më marë fort me këtë dunjan. Pasha Allah në kohën e fundit, shumë ato marë me të mirat, me kefet, po edhe këto prindërit e tonë që janë pak më të vjetër, po si kanë pas me këta të mira, që i kemi në sot, po më s'kanë hek, më si kanë do të qka e keqë, janë knasë ma shumë se ne. Pasha Allah në kanë pas ma shumë kohë me nejtë me familje, ma shumë kohë, ma shumë me zdi kanë ban, ma shumë khajrë kanë pas, ma shumë më të fort kanë qenë, fizikishte, psikikishte, me iman kanë pas, kur gjanë si ka gjetë që ju ka mungo, diçka që neve sot s'na mungoj kanë thojse. Me shumë të mira kemi sot, po nuk e dim. Nuk e dim. Du me thonë njeriu derisa nuk e humb, nuk ja di vlerë. Të ndërshëm vëllezër, po në qoftë se jemi lakmitar, a ka pasoja, jo ka pasoja. E para e përmenda më herë shkakton varfëri. Çfarë varfërie, po në fundit shpirtërore.
Ti ke mundësi financiare, ama je i varur. Sa do që Zoti t'jep, prap lakmon. Kjo është problem, mos smundje shpirtërore. E dyta, nuk ban mu bo rob të kësaj bote. Unë e kuptoj që ne këtë kena qef me pas mira, e me qenë ma mirë se emi, ama bash mu bo rob si kanë thane, rob i dinarit, rob i të mirave, rob i epshit. Nuk ka rregull. E treta, njerëzit që lakmojnë, largohen nga ibadeti, nga adhurimi, largohen nga xhamia, largohen nga familja. Sa ai që lakmon ai mundohet në 8 ditë, 100.000 lloj matematika e bën vetë se me mri aty ku është ai filani. As namaz, as zeqat, as familje, se ju ka fiksu ati me i bën 1 milion euro, u kri puna. Pse? Po filani i ka. A i të ma shkoj e mu, ka lakmu në paret ati. E më bon, mësë me ta bon Zotin asip me i bon. Çka ndodhë atë? Demoralizohet. Mërzitët shumë edhe të shkohet edhe Allahu alem pastaj çka ndodhë ma. Ndeshëm vëzër, më e keq janë se ata që lakmojnë, lakmia i qonë në padrejtësi. Dhe kur s'mundesh me diturin tënde, me punën tënde, me emri numrin që përdojnë me emri, të pareve, po shembull ose diçka tjetër, atër kemi fillu me bon padrejtësi. Kemi mundu me marrë dikujt matematika të ndryshme. Edhe çka ka me ndodhë, një ditë prej ditëve, kemi u dënu edhe në këtë botë, mos flasim edhe për botën e ardhshme. Edhe njeriu që lakmon, mos harroni se e humb bereqetin edhe në pasurinë që e ka, ose që e ka fitu Allah. Të ndërshëm vëllezër, në këtë botë ka shumë njerëz që Zoti ju ka dhënë të mira, mirë po për shkak të lakmisë kanë humb pasurinë. Edhe duke mos u kënaqur me Allahun. Kanë filluar me punu me haram edhe kanë dështuar. Në këtë botë mos flasim për botën e ardhshme, dietarët për në fund e kanë quajtur lakmin dera më e madhe nga që ka mundësi me hi shejtani dhe me zemrun. Nëse jemi lakmitar, ta dini që ja kemi hapë derën shejtanit kur do hinë dhe kur do të. A me qenë se largojmë këtë punën lakmis nga vetja, do të ishte mirë për të gjithë ne. Inshallah Allah na uzon e të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.